Të ndëruar shikues të televizionit publik të Kosovës, jemi rikthyer edhe me një pjesë tjetër të ndarë programore në kuadër të pjesës televizive që po e ndajmë për komunat në lidhje me zgjedhjet lokale që do të mbahen me 12 tetor dhe ashtu siç e keni parë para pak minutash në transmetim në RTK në një pjesë të këtij debati, prezantimin që kanë bërë disa kandidat të komunave në veri të vendit për kryetar komune. Tashmë po vazhdojmë për të sjellë tek ju edhe premtimet dhe planet e 4 kandidatëve të tjerë nga partitë ndryshme që vijnë nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës për kryetar të komunave në Leposaviç dhe Zubin Potok, që në hyrje të këtij emisioni dua të them që ne kemi provuar, stafi i angazhuar për pjesën e zgjedhjeve në RTK, ka provuar dhe ka ftuar në kuadër të këtyre debateve edhe Flutura Hamzën, e cila garon për kryetare në Mitrovicën Veriore nga Partia Demokratike e Kosovës, po ashtu ka qenë i ftuar edhe Shaqir Hetemi nga Partia Demokratike e Kosovës që garon për Leposaviçin dhe për Zubin Potok, Ariana Hasani nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që të tre nuk janë pjesë e këtij debati, nuk e kanë konfirmuar ardhjen. Megjithatë, unë tani dua të falenderoj 4 kandidatë të tjerë që sonte janë në studio. 2 prej tyre janë kryetar për më shumë se 2 vjet në Leposaviç dhe në Zubin Potok. Po e nisi me zotin Lulzim Hetemi nga Lëvizja Vetëvendosje. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Hetemi. Mirëmbrëma, faleminderit. Në studion e RTK-s sonte ndodhet edhe kryetari aktuali i Zubin Potokut, që vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës e që po e kërkon votën e qytetarëve të Zubin Potokut edhe për një mandat tjetër në krye të kësaj komune me 12 tetor. Izmir Zeqiri, zoti Zeqiri, mirëmbrëma, mirë se erdhe, faleminderit. Nga Lëvizja Vetëvendosje për Zubin Potok i bën konkurrencë Zeqirit Vedat Mehmeti. Zoti Mehmeti, mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu. Mirë se u gjej. Dhe për Zveçan po ashtu nga Lëvizja Vetëvendosje Feta Peci, mirëmbrëma zoti Peci. Faleminderit za përftesën. Faleminderit juve që jeni këtu. Siç e thash në fillim të kësaj bisede, këtij debati, zoti Hetemi dhe zoti Zeqiri janë bërë kryetar komunash në Leposaviç dhe në Zubin Potok në një situatë jo të lehtë, qoftë politike, qoftë në rrethanat e sigurisë. Prandaj që në fillim dua zoti Hetemi të na tregoni pak më shumë se si do ta përshkruanit qeverisjen tuaj 2 vjeçare në Leposaviç. Siç e dini, qytetarët të mbajnë mend për një kohë të gjatë qëndrimi brenda objektit për më shumë se 6 muaj. Tani kur jemi në fund të kësaj rruge, si do ta përshkruanit punën tuaj për 2 vjet? Siç e dini ju, edhe gjithë opinioni dhe gjithë Kosova, na kur kemi shkue 2023-ën, kemi shkue me masa, ka qenë gjendja e jashtëzakonshme, kanë qenë protestuesit, ka qenë lista serbe e atëhershit edhe kjo e sodit, që edhe qytetarët vetë sot po i maltreton edhe po i një mënyrë, me thonë kështu, ma thjesht po i dhunon. Atëherë ka qenë gjendje, themi, gjendje lufte. Në kanë që policia Kosovës, për kundrazi rekomandimeve të ambasadës amerikane, ambasadorëve tjerë, na jena taku edhe kur kena fitu, kur jënë tërhiq lista serbe, jemi taku edhe me përfaqësues të ambasadës amerikane, përfaqësues të ambasadës britaneze, jemi taku 8-4 kryetarët. Rekomandimi ka qenë që mos të shkohet në objekte. Ambasadori që ka qenë Hovenier, e dim na qysh i ka ndrua 3-4 herë opinionet e tina kundra neve, kundra shtetit Kosovës, që herën e përkrahëm këta kandidat, ose mos shkoni, ose shkoni, kanë qenë do interesant. 2 vite me shumë sfida, sigurisht. Më shumë se 2 vjet, por edhe me shumë sfida. Cilat janë projektet të cilat sonte do të donit të veçonit nga puna juaj 2 vjeçare? Mas pari duhet them që unë kum rezistue 7 muaj ditë kam qenë i mbyllën derisa që
themi kështu që i murëm do disa zyre i pronëm pej fshatrave atje Bistrit Seroj Koshtov, i vendosëm komun, Ministria Punëve të Brendshme i hapi zyret atë vetë për pashaporta, për gjona tjera që ka qenë sfid normal, po ja ka vle se sot komuna e Leposaviqit funksionon si të gjitha komunat tjera, me të gjitha shërbimet, Prishtinë që shërbejet qytetari, edhe atje shërbejet me të gjitha shërbimet, të gjitha shërbimet i merë qytetari i Leposaviqit. Pa marë parasysh serb, shqiptar, bosnjak apo ram. Megjithatë kështu s'ka qenë në fillim, Jo, s'ka sepse kur jeni vendos në objektin e komunës, në Leposaviq, keni punu në masat jashtëzakonshme dhe sigurisht presioni ka qenë i madh nga të gjitha anët, ndërkohë që qëllimi juaj besoj ka qenë t'ju shërbeni të gjithve barabar, diçka që shqiptarët në kohën e kryetarëve nga komuniteti serb nuk e kam pasë në njëjtin trajtim. Unë e kom jetue edhe jetoj në Bistric. Atje kanë qenë disa zyre që janë shërbyet qytetarët e Leposaviqit, do më thonë me dokumentat Republikës Kosovës. Kur kem shtu në Leposaviq, kur jem hinë zyret e kryetarit e gjitha zyret, atje kesh qenë në Republikë e Serbisë. Me gjitha, me flamoj, me dokumenta, me vullje, me... Do më thonë që kryetari e temi nuk ka qëndrue për qytetarët shqiptarë tri fshatrave se na dhe kem pas lirin, kështu thëmë bukfalisht, po ata nuk kanë pas lirin. Me shkurjen tonë atje, sot frymojnë ma lirshëm edhe qytetari sërbë në Leposaviq, pse i kem shliru nga bandat e tyne, nga bandat sërbë që kanë sundue atje verivën e Kosovës për gjatë 25 viteve. Do të flasim për gjithçka çfarë ka ndryshuar në të mirë të qytetarëve edhe më tutje, megjithatë po kaloj te ju zoti Zeqiri i keni hyrë garës edhe për një mandat tjetër në krye të Zubin Potokut, si po ecën fushata? Po mirë muna me thonë, aja që ka shumë e rëndësishme që tash në komunën tonë jemi nën subjekte në garë dhe nën kryetar, dhe më thotë në garë për komunën e Zubin Potokut. Kjo e ka të rëndësinë e vetë, mund të tonë për herë parë në histori, që aja vetë kjo garë të regon se është arrit diçka që i duhet shumë qytetarit. Çka është aja? Është një demokraci ku ka të drejtë secili që ka kapacitet në aktivitete dhe ka mundësin, o edhe donë mundet me garu i lirshëm, i pa ndikuar, mund të thëmë kësisuj, sepse ne kemi pjesën si që është lista sërbe që është akume edhe do të mbetet, aja çfarë po duket e ndikuar nga shërbimet e Serbisë, por është me rëndësi kjo që neve tash jemi në një formë shumë demokratike në një garë ku nën kryetar dhe nën subjekte jemi në garë për komunën e Zubin Potokut. Si që përmende dhe kolega jem paraprakisht, dihet, fillimi ka qenë shumë i ashpërt, luftarak, temi me kundërshtimet të furta nga ato akterët si që kanë pas dominimin në absolut edhe përpiqen ta kenë akoma ata akterët e tyne mund të më terrorist, si që ka qenë kjo terroristi Radojqić dhe gjithë linja ti, ata kanë pas në ndikim gjithë potencialin e menaxhues të qytetarëve anena. Sa i përket po flasë për sërbët, se sa këto komuniteti shqiptar ka herë do të thotë ka pasë pak më ndryshe mirë, po është problemi që unë e shoni vetë fakti që jemi nën kryetar në garë, tregon që është arrit diçka edhe diçka që është shumë e vlefshme për qytetarin, po edhe për Republikën e Kosovës. Sepse deri më tani nuk ka pas garë demokratike, të jemi kështu, tash jemi aty. Po kalojmë te lëvizja vetëvendosje dhe kandidati i saj për kryetar të Zubin Potokut, Vedat Mehmeti. Zoti Mehmeti, cili është programi juaj qeverisës për Zubin Potokun? Faleminderit, unë sot përveç se paraqit në këtu si
kandidat për kryetar të Zubin Potukut, paraqitem si bashkëqytetar i komunës Zubin Potukut, duke i njoftur sfidat dhe mundësitë që i kemi ne si komunë Zubin Potukut dhe cilat mundësi kemi që t'i ofrojmë gjitha shërbimet për qytetarët e Zubin Potukut dhe edhe njëherë mund të potencoj se me qeverisjen tonë komuna e Zubin Potukut mund të jetë model për qeverisjen lokale. Ne kemi plan programin tonë. Në plan programin tonë domthonë është arsimi, shëndetësia, infrastruktura, zhvillimi ekonomik e disa tjera, që nëse doni mundën edhe kandidat tjerë, nëse doni mundën më kyç në të dënë pikë. Të doni, për shembull, arsimi. Arsimi për ne është jetik, si çdo komunë tjetër edhe për Kosovën, duke pasur parasysh që edhe ne si në veri kemi pasur nevoja të ndryshme sa i përket arsimit, dhe ne kemi paraqitur disa pika të programit tonë qeverisjes në komunën e Zubin Potukut. Një ndër pikat është renovimi i shkollës Osman Rama në Çabër dhe ndërtimi i shkollave aty ku është e nevojshme në gjithë territorin e komunës së Zubin Potukut. Pika 2 është ndërtimi i qerdheve të reja në Çabër dhe në Zubin Potok, sepse me ndërtimin e qerdheve të reja shumë familje dhe shumë nënave do t'ia vlerësojmë jetën e tyre, se duke pasur parasysh shumë familje sot dhe shumë prindër punojnë në institucionet e Republikës së Kosovës në Zubin Potok apo kudo qoftë ajo. Pikë tjetër është kabinetet e shkollave profesionale. Me këto kabinete domthonë synojmë që përmes tyre të zhvillojmë aftësimin e të rive dhe t'i përgatisim për tregun e punës. Pikë tjetër është shkollat domthonë duhet të kenë autonomi buxhetore. Kjo bën që drejtorët e shkollave, përgjegjësit e shkollave të kenë drejt qasje në buxhetin e tyre dhe mos të ketë metoda apo procedura burokratike, mirë po drejt të menaxhojnë me buxhetin e tyre për nevojat e shkollave. Qartë, faleminderit. Po kalojmë tani në komunën e Zveçanit, po ashtu nga vetëvendosje, Feta Peci është kandidat për kryetar të Zveçanit. Me çfarë programi po kandidoni për këtë pozitë? Faleminderit. Që që edhe pse unë i përgëzoj për punën e bërë të dy kolegët kryetar aktual, edhe Lulin edhe Izmirin. Ne pavarësisht pra nga cila parti jemi, ne këtu jemi bashkë për me realizu projektet të mëdha veriun e Kosovës, ku e dim mirëfilli se deri me tani kemi pas ngecjet procese për arsye se popullata shumicë në ato pjesë që e përbën popullatën serbe nuk e ka pranu dhe nuk e ka njoft realitetin e ri dhe institucionet pashtu dhe Republikën e Kosovës. Kështu që në kuadër të kësaj ne në aspektin politik do të kujdesim që ende të bashkëpunohet, të bisedohet me popullatën serbe, edhe pse kryetarët aktual shumë kanë arrit për kohën e cilën kanë menaxhu, kanë arrit me i bind në realitet, mirë pa hala ka ende për të bërë, që ata të binden se të vetëm zgjidhje kanë të kalojnë në shtetin ku jetojnë përmes institucionet tyre të realizojnë drejtat e tyre. Kështu që, sa i përket aspektit politik, ne jemi të interesuar që duhet punohet këtë aspekt, se sa më shpejt që ata binden pra në këtë realitet, do të jetë ma lehtë edhe për ta dhe për ne, kush do të jetë kryetar komunë dhe menaxhuesi i komunë. Sa i përket aspektit sigurisë, komuna e Zveçanit faktikisht njihet me aktin terrorist Banjskës, që i përket kësaj komune, po kjo na ka brengos gjithëve në Veris, do me thonë vetëm Zveçanin. Kështu që në aspekt sigurisë ne duhet kemi kujdes ende të vazhdueshëm për arsye se me shumicë ajo është epicentër ku grumbullohen edhe armatim edhe grupe terroriste, pothuajse aty e kanë bazën, strehimin. Vazhdueshëm policia jonë gjen armatim të bollshëm, arsenal të armatimeve dhe tronda, kështu që duhet punohet aspekt sigurisë mirë, sigur dhe siç ka ditë deri më tani të menaxhoj policia jonë, unë i përgëzoj për punën e bërë. Qartë, do doja që të kthehemi më shumë te projektet të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarëve në këto komuna dhe që mund të ndikojnë, po flasim për tani edhe për kandidatët që për herë të parë i futën kësaj gare dhe po kalojmë te Leposaviqi, zoti e temi, atë flasim pak për projekte që kanë ndikuar direkt në jetën e qytetarëve pa dallim. Cilat janë ato projekte në cilat ju keni qenë i angazhuar dhe që do donit sonte mi ju tregu gjithë shikuesve të RTK-s edhe atyre në Leposaviq çfarë është punu për gjatë këtyre 2 vjetë, disa muaj, 4-5 muaj nëse nuk gaboj janë, në të mirë të qytetarëve.
Si që dim gjithë, gjatë vitit parë, unë veç s'ku mujtë me realizu asi projekt, asi pun, as se nuk kem pas staf. Kur ka ndodhë Bajska, atëherë pak pozicioni jonë ka qenë pak një pozitë ma të lakmushme, ma të mirë, ja kemi nisë edhe e kemi formue disa drejtori, i kum pas 7 drejtori serb, 6 drejtori shqiptar, ku janë edhe sot deri në përfundim të mandatit, ku edhe kemi punësua dikun parafërsisht kontrata mbi vepër, se atëherë nuk kem pas mundësi, s'ka pas potencial komuna, asni vetë kam qenë një kohë gjatë kryetar, nën kryetar, punëtor. Mas asaj kohe kena nisë me marë serb dikun janë vitin e kalum kanë qenë dikun kontrat mbi vepër dikun afer 200 personave që ja kena nisë me qatë kapacitet sa ata e kanë pas kontrat mbi vepër. Para një viti veç e kena pas një bashkëpunim me komunën e Podujevës, ku tash përna i zhvillon procedurat për pranimin e zyrtarëve me konkurs. I kem dikun pranum dikun 120 punëtor. Po, dhe qka është punu? Në cilat projekte keni qenë më shumë të fokusu zyrtarët jemi? Këtë vetë kena punue disa rrugë që janë në Hrvatska atje thirët në vend, ku i kena punu një dykon 4 km rrugica, të Serb, të Boshnjakt, edhe 5 km në 3 fshatrat Saroj, Koshtovë, Bistric, ku janë të përfundu me ato. Një rrugë është duke u punuar që e lidhë shalin e Bajgores për mes Bistricës edhe del në magistralin Iber, ku ajo i shërben ma shumë çështjes për sigurije policisë të Kosovës, se që kemë diçka ma edhe ajo është në përfundim me si për 7 kilometra. Tjetër që kemë vitin e kalum i kemi ndo subvencione në shëndetësi dikon 380.000 euro 459 familjeve në gjithë teritorin e komunës, shqiptar, serb, boshnjak edhe ram. Kjo ka qenë një ndihmë simbolike, jo edhe ashtë simbolike, po një ndihmë në bujësi, në shëndetësi edhe në arsim. I kemi shpërnda vitin e kalum 480.000 euro. Mirë folët për shëndetësin, por qëfar keni ofru në arsim, cila është ndihma në arsim? Në arsim, na e dim që arsimi hala është në komunën tonë strukturë paralele, arsimi edhe shëndetësia. Në arsim, jem të investu e qëtash dykun 70.000 euro, me remetimin e shkollës fillore Kadri Bistrica, në zemjet jem qëndrore ka regulojmë. Në shëndetësi, në Liposaviç nuk kanë pranue, as me diskutue, as me investue. Shëndetësi edhe në arsim. Po, dhe në pjesën e bujqësis, e përmendet dhe pjesën e bujqësis? Pjesën e bujqësis, vitin e kalum, dikon 40 qytetarë kanë përfitue me IA2-kën, bashkëpunim me komunën e Liposaviçit, kanë përfitue 40 fermer në bujqësi mjetë. Kanë qenë vetëm shqiptar, apo dhe nga komunitet? Jo, serb. Shqiptar, serb, ram, edhe boshnjak, gjitha komuniteteve. E qartë. Dhe kjo është një projekt me IA2-kën që e keni realizu jo si kryetar komune, apo? Po. Edhe vitin e kalum me një shoqatë zvicerane, kena arrit një marrëveshje, ku është 2 vjeqare se kena pas problemin më të madhen pej kur kom shku atë, do më thonë, mas strukturave paralele, kena pas problem me qetë endacak, ku jënë trajtue, mënyrë më të mirën të mëjshme, jënë vaksionue, jënë... Edhe diçka, më falë. Po, zëtjetime? Një marrëveshje me Federatën e Futbollit Kosovës, e kem në Liposaviç një qendër sportive, jo fush futbolli, po edhe gjitha lojna tira që bon atë, është edhe një pishim që ata ka njës para 8 viteve,
e kem projekt, na kemi do bugjet vitin e kalum 800.000 euro, si vjet i kem 600.000 euro si komun, 48% pjesëmarrje komuna, nasi komun Leposaviq, kurse Federata Futbollit i ka 52. Dikon projekti ka kushton dikon rreth 3 milion euro. Do të flasim në detaj edhe për këtë pjesë. Zoti Zeqiri, sigurisht që pjesa e sigurisë është një çështje shumë komplekse dhe nuk është mvaret nga niveli komunal, lokal, nëse mund të them kështu. Megjithatë, dua të di nga ju si e gjetët Zubin Potokun si kryetar i saj dhe tani si po e leni në shkuarje. Zubin Potokun në gjetëm në një formë të uzurpuar, gjitha digasteret e komunës, përjashtim të komunitetit e shqiptar që në një formë ka qenë një aneks e zyrëve që është si minimin e komunë, ku shërbimet e saj përket si mas ligjet të Republikës Kosovës gati janë marrë në qëtë zyret komunale për komunitete, ku konë oficaria, zyre sociale dhe natyrisht fillimisht kanë qenë edhe zyret e që registrojnë kjerë dhe kutare. Por, më pastaj kanë shku zyrja registrimit të kjerëve dhe në një formë të uzurpuar në gjitha zyret dhe digasteret. Mirë po, ishte fillimit fare, ishte që mos më u përsërit, arritëm pas një kohë, sidomos pas shtatorit, pas Banjskës, u relaksun pak edhe në raportet edhe njerëzore, po edhe u boni qëtësi, sepse kalirimi aty në grupeve terroriste u detyru të ikë për i këtuit për shkak të një profesionalizmi shumë të madh të policisë Republikës Kosovës, arriti që në një formë të fut nën kontroll të tëtë gjitha nej terenet, saj përket lëvizjes e grupeve të interesit, unë shpesh e quaj mirë po grupeve terroriste e ku ta diun, dhe një pjesë e madhe u largu për atyit dhe në një formë u largu edhe një rrezik i qytetarëve të shumicës sërbe mund të. Dhe besoj që tani, kur po flasëm për tani, është normalizu gati gjithçka. Kur thëmë gati gjithçka është një pjesë e panë që e kom në plan në tarmen me siguriju kur të higarës e hi për me fitu. Po, të flasim tani për projektet që i keni mendu, me gjithatë në këtë pjesë kisha dorë dhe qytetarët tonë pse po thomë është normalizuar. Çka ka ndiku për këto 2 vjetë qeverisja juaj me u përmirësu jeta e qytetarëve në Zubin Potok? Cilat janë ato? Rrugën, ndriçim publik, trotuare, çfarë keni bërë? Pikë spari ka ndiku pozitivisht edhe siguria gjithë qytetarëve. Unë kam argumente shumë, po flasë kryesisht për shumicën sërbe. Dhe qasja e ime do të thotë në raport me qytetarin ka qenë nashta pak ma specifike ndaj kryetarëve tjerë, se une nuk ka pas, qysh me thonë, ndales qytetari kër ka pas dëshirë më taku të më marrë në zyre. Qoftë fillimisht kur kom e për unë zyret komunale për komunitete, që kom pas mira qytetar, por edhe kur tani kam shku me kabinetin, gjithë kabinetin e komunë, dhe tëtë qasja qytetare, do më thonë, e kom pa të mirë kuptimin që qytetari e ka të pranu qytetar që nuk e ka pas shansin ma përpara më taku me kryetarin e komunës. Në të rast po flasim për qytetarët sërbë, besoj. Për qytetarët sërbë, kërësirë që për shqiptarë. Si ju kanë pranu ata? Nuk po Jo, flasë për ata fazat e fillimit, po flasë për më vonë. Fillimisht ju e dinë që shkon, por Nuk mund po ka flasë për nërë fazat zyret, fillestare, po flasë për matutje pasi jeni stabilizu kur flasëm, në jo zyret se ju qendrore. kanë pranu, po kërkesat e tyne, do të thotë, për të taku me mu kanë qenë fillimisht edhe vitin e parë po flasë, edhe para Bajskës, por pas Bajskës unë kom pasë në baza ditore 10 takime me qytetarë të ndryshëm, familjarë dhe individ të ndryshëm. Cilat janë kërkesat kryesore që i kanë bërë? Po, kërkesat kryesore kanë qenë të punësimi, subvencionima, ndihmat ka pasë edhe pe biznesër që biznesmen të ndryshëm kanë ardhur kanë kërkuar gronde pe asete komunale, me qenë se si kryetar dhe si kompetent, unë ma tepër jam fokusue kësaj kategorisë e të patrajtuar themi qytetarëve, sepse unë e disha që shumë një pjesë e madhe që në një formë kanë përfituar edhe për garniturave të kalume të disa
i nxifshat cilët janë ata, mirë kjo pjesa tjetër jam përpiq do të thotë përmes formave të ndryshme të ndihmës fillimisht, siç përmend edhe kolegu im, nave patëm një farhapje një thirrje për me se di shumë që e pashëm dhe e prekshëm që është një gjendje e rromë shëndetësore të disa familje ku ta diun, mirë po kur hapëm një farë thirrje që kishëm subvencionime me ndihmu me ka pak që më thonë mjete, kryesisht për të smurët e familjarët që po ballafaqohen këtu, u invadum për kërkesave, do më thonë qytetarëve. Une nuk e kom mujt me ditë se ka qaq kërkesa, do të thirrë në smunje, po edhe gjendje tronë ekonomike, sociale, kësaj. Kemi pas kërkesat mëdha, fillim vitin arritëm, ma në fund tani pse nuk ishëm as me stafet teknike, sa duhet të gatshëm për me shfrytzu buxhetin ata çfarë gjetëm, mirë po arritëm të subvencionojmë që të dikun ka shku ka 50.000 viti i parë, vitin e dytë kemë arrit me shtru disa rrugica në komunitetin shqiptar, do të thotë me asfaltue, një renovim të ambullantës detal, do të thotë që është një ambulantë si qendër familjare kemi aty. Në cilin vend? Në Qabër. Në Qabër. Disa kabinete jënë për shkollën fillore që është në Qabër, ani pse në trendin e renovimit na ka premtuar ministria. Investimet kryesisht kanë qenë të fokusuara në këtë fshat me shqiptar. Jo të fokusuar kanë qenë edhe në komunitetin Shumic, mirë po kemë pas arrit një park të fëmijëve, një renovim të komunës do të që është edhe një 3 kilometra ibrin mes dy fshatrave, është serbe dhe shqiptar, do të thotë subvencionime kanë pas qindra sera edhe kultivatore e nda, kryesisht janë shkute 10% për shumicën serbe, dhe këto kanë qenë ato, do të thotë, ju nashta që kemi mujtë se kemi pas probleme edhe me buxhetin nasi vjetë që ta shtek mujtë shumë me realizu, ani pse funi procedurat zdi ku do të mrim, sepse me buxhet jemi konë blokad si Prishtina dhe Gjilani, për shka që do të thotë ta shrijon edhe ato vendore që kem pas pak problem, kam pak kritika për këtë stafin edhe që kryesuesin e kuvendit edhe ato se nuk arritëm në kohë me bodhe, naturisht na mungoj kjo shfrytëzimi i buxhetit që kishëm mujtë si vjetë bile me shfrytëzuar deri dikun sa duhet. Mirë po, unë e kujtoj që qasja edhe e jeme, po edhe ekipes, ka ndikuar pozitivisht e qytetare për shkak se nuk është mujtë të thotë nuk është mujtë me lexu ndonjë që shme thonë ngarkesë e urrejtjes në raport me qytetarin. Nga as stafe teknike, po as nga unë, në asnjë formë, kemi pas dhe kemi kontakte, kemi punësuar. Ka pas kërkesa për punë, si sta fillimisht i gjetëm do forma me kontrata mbi veprën, po tani me ka edhe kontratat përhershme, ju s'po kim sa duhet, sa ka nevojë stafi komunal mu plotësue. Mirë po, dikun unë më thonë raporte që është e kena rrit me bo shumica sërbe, me konë të punësuar, do të thotë me kontratat përhershme, në digastere të ndryshme. Neve kemi, me fillimin e kemi pas dikun 13 punëtorë sërbë në zyrën e socialit, dikun 12 kemi pas zjarë fiksat dhe kemi ato, dhe më pastaj në plotësue në zyrat të ndryshme, do të thotë edhe qytetari ju ka ofru shërbimi qytetarit, do të thotë sa i përket turnis pej regjistrimit civil dhe deri te shërbimet e katastrit, të regjistrimit bizneseve, ku ta diun, to zyre janë aktivizu dhe ju kanë ofruar ato më afër ku duhet është dashti po të ketë qytetari, dhe unë besoj që kemi dëshmu, kemi pru faktet e qytetari, ju fjalë po vepër, që mundet me lexu që ato qasin një kryetari dhe administratës çfarë e konvoll deri unë. Këtu kanë argumente shumë, kanë qytetarët për me e kuptu ose mirë kuptu mund të thamë, atë qasjen tonë mundësit janë konë çfarë janë konë, por qasja dhe përpjekjet për të ndihmuar secilin qytetar është konë, domethënë nuk ka munguar. Zoti Mehmeti e përmendet arsimin, e përmendet shëndetësinë, por në cilat pika tjera mendoni me u fokusu
për mirëqenien e qytetarëve në Zubin Potok? Si pika U tjera, përmend për shembull rregullimi i ambulantës në Qabër, u Ka përmend nevojë për mushtua halat. tek shëndetësia shtanore kemi në plan programin tonë qeverisë, si kemi në disa si shtyllë, domethënë në plan programin tonë qeverisë është edhe shëndetësia dhe mirëqenia sociale për qytetarët e komunës së Zubin Potokut, dhe si shtylla domethënë është edhe shërbimet shëndetësore falas do të jenë për gjithë qytetarët e komunës së Zubin Potokut, pavarësisht se deri tash sistemi shëndetësor nuk është integruar nga ana serbe, mirë po duhet një dialog më i gjerë dhe bashkëpunim me qeverinë e Republikës Kosovës, qeverinë Kurti, besoj që do të arrijmë në një tarë shumë të afërt që të integrojmë edhe sistemin shëndetësor të komunës së Zubin Potokut në kuadër të sistemit kosovar. Si pikë tjetër është laboratori analiza në fshatin Qabër, duke pasur parasysh që banorët e fshatit Qabër duhet të udhtojnë, çdo kush prej banorëve që ka nevojë duhet të udhtojë rreth 12 kilometra në Mitrovic për të kryer disa analizat bazë që janë. Ne që në vitin e parë synojmë të arrijmë domthonë një laborator të analizave dhe zgjatjen e orarit. Tash për momentin është vetëm një orar që punojmë prej 7 deri në 2. një orar i rregullt. Një orar i rregullt, do të kemi edhe orarin që është prej 2 deri në 8, që nuk do të ketë nevojë qytetarët e komunës Zubin Potokut apo përkatësisht banorët e fshatit Qabër që për nevojat e tyre shëndetësore në pasditën e ditës domethënë të shkojnë drejt komunave tjera për të kryer këto shërbime, për të kryer në fshatin Qabër. Pikë tjetër është edhe funksionalizimi i mamografisë, kur dimë se shumë gra ka nevojë edhe diagnostifikimi i smundjes së hershme domethënë shpejton jetën. Synojmë që ta funksionalizojmë mamografinë në gjithë komunën e Zubin Potokut, po ashtu kujdes do të ketë ditore për të moshuarit, të kujdesemi edhe për të moshuarit e gjithë komunës së Zubin Potokut, duke pasur parasysh se ata mund ta ndiejnë veten të privuar nga disa të drejta apo shërbime, ne do të kujdesemi edhe për ta. Pikë tjetër është edhe një fond prej 50.000 euro, do ta ndajmë apo do të financojmë ata familje të cilat kanë nevojë për ndërtimin e shtëpive apo renovimin, që dalim në ndihmë sadopak nga komuna. Qartë, faleminderit zoti Mehmeti, po vazhdojmë me juve zoti Peci, cilat janë ato pikat kryesore ku ju mendoni se duhet me u ndiku për me u përmirësu mirëqenia e qytetarëve në Zveçan? Faleminderit, po shqetësoni ne se komunën e Zveçanit resursat më të zhvilluara kemi pas industrinë. Kuptohet industria e metallurgjisë ka qenë dhe resurset të përmendura në Evropë, pra metallurgjia e plumbit, ku është bërë shkrirja e xeheve të Trepçës, minierës Trepça dhe jo vetëm. Kështu që në bashkëpunim me institucionet qeveritare dhe jo vetëm ne kemi mendim që të reaktivizojmë pakten këto resurse metallurgjike, cilat kishën me qenë dobi edhe vetë shtetit Kosovës. Do ditë kapacitetin e tyre sa kanë dhënë frutet kaluarën. Pra kjo është sa i përket një punësimi gjithë përfshirës të gjithë popullatës pavarësisht dallimit të etniteteve cilës i përkasin. Njëkohësisht sa i përket sistemit shëndetësor, ne deri më tani furnizimin me barë ne kemi pas mos themi jo edhe të mirë, sepse unë i përkas lëmisë shëndetësisë dhe kështu që kish me u dashur furnizim më i rregullt. Çka kemi problem është intervenuar ambulanca në qeverinë aktuale, pra komunale, nga kryetari Peci dhe patjetër mbështetjen e ka pas atë asamblesë, ne si opozit, kudo që ka qenë. Po patjetër kapaciteteve shëndetësore, patjetër renovim aty ku duhet me ndërhyjë, pse është bën një renovim, mirë po nashta jo i mjaftueshëm. Sa duhet? Njëkohësisht e kemi probleme dhe kish me qenë mirë pashtu edhe në çdo komunë, po veçantitë ne që është një vend kodrinor malor, ta kemi edhe një ambulancë për transport të pacientëve me dializë, që në këtë rast i kemi 2 raste që vazhdimisht me vujtje me peripeti, apo mos të me kere private që dini se ato preferohet më bartë në formë krejt profesionale, me barela për kace e tjera, pra kishim e pas si epicender edhe këtë ambulancë ta kemi të mundshme. Mande stafi mjekësor tjetë i rregull, të tha edhe kolegu Vedati, pra jo vetëm një ndrim mirë, pa ty ka nevojë se ka me hipertension, ka mande pacient me diabet, që për momentin ju keqësohet gjendja shëndetësore dhe kishin me pas levërdi që të pakën deri në ora 8 jetë edhe në ndrimi kisha me thoni 2 që t'ju dalë në ndihmë. Sa i përket aspektit, ndoshta po vonohem pak, por arsimor,
Në radhë parë unë mendoj se kishme u punu apo në mandatin e ardhshëm duhet punohet që programet e qeverisë Serbisë të largohen nga sistemi qoftë edhe shëndetësor edhe arsimor, për arsye se ne na pamundsohet intervenimi apo edhe mirëmbajtja apo edhe donacionet që kishin më dhuru në këtë rast dhe më përmirësu situata gjithë përfshirëse e popullatës, jo vetëm jona pra, por edhe popullatës shumicë këtë rast serbe që është komuna tona, për arsye se sa të punohet me program serb pra, aty është e pamundshme edhe ndërhyrja në formë financiare, çfarë do ndihme tjetër. Kështu që kishme qenë edhe në arsim, edhe në shëndetësi mirë, që s'pari të punohet drejtim që sa më parë ata të bindet dhe t'i kthehen programet Republikës Kosovës. Për ndryshe, kishme qenë ngece se s'mujme ndërhyna, me dhunë s'mujë dhunë ndihma ose me i përkra, e ata ndihma deri tash pak nashta edhe prej dhunës, prej ekipe dirigjuara nga Serbia, si që janë këto ekipe që po i shohim ne, ti quaj ashtu nashta edhe deri në terrorizëm që kanë quaj, nuk frigohen, nuk guxojnë, nashta edhe të drejtohen, kështu që me i bind gradualisht se duhet jenë sigur dhe duhet të hynë drejt institucionit të Republikës Kosovës. Zoti Hetemi, me gjas, tashmë keni një plan se ku janë pikat ku duhet me undihmu matutje qytetarët në Leposaviç, po para se të mi të regoni planet e juaja në rast se do t'jeni kryetari Leposaviçit edhe për një mandat, tani të rregullt 4 vjeçar pas 12 tetorit, a mund të na të regoni sa ka ndryshu qasja e komunitetit sërb ndaj jush si kryetar? Ju thash edhe më herët qasja. Sepse foli më herët zoti Zeqiri, tha që ka pas raste vazhdimisht me komuniku, sidomos në këtë periudhën e fundit, komunikim dera e ti ka qenë e hapur për qytetarët pa dallim në Zubin Potok. Çfarë ka ndodhur me juve në periudhën e fundit? Në pej fillimin... Atakoni familje sërbe, atakoni shtetarë sërbe? Jo që takoj, pres për çdo ditë, dhe vinë me... Shumë interesant, vinë me loj kërkesash, po unë personalisht vetë dalë në teren. Tash, bugjetin që e kemë qash sa është 3 milion për investime kapitale, sa e ka komuna Leposaviçit, na veç për 3 vjetët e ardhshme veç i kemi orientue, vetë personalisht... Çka e keni orientu këtë bugjet prej 3 milionve? Ma shumë e kena orientue në bujqësi, edhe në infrastrukturë. Tu e po që, si thanë ma herët edhe kolegë, që në shëndetësi edhe në arsim për pës fshatrave, na ku jem atje, Bistric është një shkollë, ajo është qëta shtu më me tue, edhe në zemjen qëndrore jem ka e bojmë. Një ambulant ka qenë që s'ka pas mjek që 10 vite u konë e mbyllne. Ato në veç jem ka e meremetojmë, ka e funksionalizojmë. Para një mujdite e kena marrë një mjek edhe një motër medicinale për herë të parë në komunën e Leposaviçit. Kështu që ma heret herë janë ardhë, herë si janë ardhë, shyshu ka pej Mitrovice, ambulantës, qendrës Mitrovicës, a ka pas mjek, a s'ka pas, kështu që investimet kryesore i kena shtri edhe në bujqësi edhe në infrastrukturë. Edhe në sport janë 3 qendra sportive në Leposaviç, në Leshak edhe në Soqanicë. Çka keni mendu me ofru në sferën e bujqësisë, për shembull? Për shembull, kena mendue që t'i subvencionojmë edhe me grante, edhe kuptuat komuna grante të vogla, po edhe me mekanizëm bujqësor direkt nga komuna, me në gjona tjera, për shembull, si sejra e... I përmendet 3 qendra sportive, një në qendër, 2 tjerat ku i keni planifiku, a është fjala për... Jënë tu, në Leposaviç, në qytetëzën e Leshakut, atje veç kemi intervenue, kanë rregullue fushën sportive të futbollit edhe në Soqanicë. Qartë, faleminderit, zoti Zeqiri. Nëse flasim për rinin, përmendet faktin që janë punësu një numër i madh i personave në formatet që e keni gjetë mundësit, në këtë rast me kontrata mbi vepër, dua të di çfarë keni bërë për të rinjt.
në Zubin Potok për gjatë kësaj periude dhe cilat janë planet për matutje? Unë besoj që sa i përket komunitetit shqiptar për nga vijë dhe unë, bukur është reduku papunësia sa i përket qase të të rritë. Kujtoj që nuk është met në një që ka fakultetin e kryin dhe është i papun. Besoj që Në Zubin Potok? Në komunitetin shqiptar po flasë. Në Zubin Potok ka, anepse neve po vazhdimësi kemi hapë konkursa sepse komunës i vynë staf teknik profesional, tash edhe procedurat për dekatisteret të ndryshme për lypin edhe shkollën specifike. A ka pas aplikante edhe nga radhët e komunitetit sërb? Po, ka pas, lutem, po aty është një farë problemi me diplomat. Tash, procedurat neve në i lypin në qofë se pezon konkurën në katastër, ti mundesh me pasë, mundesh me 2 drejtime shkollës, gjeodezinë dhe ndërtimtarin, se ti me ekonominë nuk mundesh procedurëse. Mirë, po, në gjeshmerisht të nëzorë. Tash, ta është problemi të nostrifikimi i diplomave. është taj problem, nuk është besa konkurence madhe sa i përket me fakultete, kemi me shkollat mesme, dhe kështu që venet që duhen profesionale ku lypet specifikisht fakulteti i kryrë, neve nuk po kemi asë konkurencë, po flasë për pale sërbe për shkak se një pjesë të madhe të rinisë ndoshta, tash unë po flasë hipotetikisht, nuk kemi regjistra, nuk kemi, i pagun do të thotë Serbia për mes lisës sërbske, sektor të ndryshëm, akter të ndryshëm, jo jep do farë pagash, do farë socialer, do rëndishën, ata e din, mirë po, në një formë nuk për kemi konkurencën e dur, qëfare është ka nevoj për disa digastere, shamu qoftë në urbanizm, qoftë në katastër, qoftë ku ta di unë, sepse ka nevoj për kapacitete komuna, mirë po, unë e besoj që kjo është çështje hapur edhe plan programen edhe për vitet të ardhshme kemi që ta plotësojmë da bëjmë një administratë funksionale dhe profesionale. Natyrisht duke i përfshirë gjitha digasteret, edhe shëndetësinë, arsimin, sportin dhe kulturën, integrimin e tyre. Sepse na e dim është jashtë domenit tonë ato të drejtat specifike që janë për shëndetësi, arsim mirë, po janë disa gjona, shembull që administratën për zonës, po për që ata nuk është pak me kujdes duhen preken këtë çështje, në qëfë se të janë rënë për zonë shtëpisë shëndetit administratën. Ty të bojkoto mjeku. Se shembull problemi, ku është problemi? Problemi i integrimit është që këta duhet me lëshu diplomen me vullet Republikës Kosovës. Duhet me lëshu receptin me vullet Republikës Kosovës. Nuk është problemi i ndrimit stafit, është një e drejt kushtetuese, hajde për zonë me pranu e torë nga një shtet tjetër si që në të pranu. Okej, mirë po problemi është i administrimit. Të recepti, të diplomat, të qëtu, të shëndetësia, arsimi, këtu është taj problemi. Po, si të preksh të stafin administrativ, ty të lëshon stafi teknik. Të lëshon mjeku specialisti dhe... Po, mirë, po, kjo besoj që në bashkëpunim, kjo është çështje më e lartë, është shtetënore dhe marrëveshje ndërshtetënore, veç neve kemi si këtë, që është me thonë, në plan program integrimin e përgjithshëm, dhe të gjitha dikastereve, natyrisht investimet ne kemi para po në bujqësi vlektori, në turizëm, sidomos e është vend i favorshëm ku mund të ketë, që është me thonë, profit pe turizmit, ekoturizmit, po flasë, po edhe për turizëm modern, si që është liçeni i Imonit, që është vende brillante për investimet të bizneseve, hotelliere, po edhe pushimore dhe shetiture të ndryshme, do të dhe kemi hapësina që është me thonë komuna Zubin Potokut ka jep natyra që është vende shumë atraktive shetitureve, do të thotë edhe që është me thonë etnoturizmi ka prodhime të ndryshma vendore dhe ne kemi mendu që pjesë e madhe e buxhetit të investohet drejt përse drejti në ekonomit familjare ato për të zmadhuar, sepse atje ka krejtë aja që kemi pas kërkesa deri me tash, aq sa kemi pas për punësime, aq ma shumë kemi pas kërkesa për të ndihmuar me qofë me një pajisje teknike ose diçka që fermer të ndryshëm do të thotë se kanë kapacitete. Kështu që ky sektor do të jetë prioritet në qeverisjen e ardhshme, në qoftë se vije prap,
se është me rëndësi drejt për së drejti ndikohet në ngritjen ekonomike të secilët qytetarët. Ka kapacitete, ka çka punohet. Kemi po plan program gjithë përfshirës, është asë për kamë dhe rafësime këtë. Zoti Mehmeti, Zoti Peci, 3 arsye pse duhet me ju votu. Shqyqeni, në aspektin... Sepse jemi në 3-4 minutat e fundit, ne duhet jemi sinqert, ne kemi bashkëpunu me qeverinë aktuale, komunale, si opozite kom fjallën, mjaftueshëm dhe kur që kemi dalë pengesë, pra gjithër kemi qenë edhe iniciatorët shumë aktivitetet, zhvillimeve, të grondeve të ndryshme që ndonë në favor të popullatës në veçanti, kjo është bëha dhe në 3 fshatat, me përjashtim edhe në komunë Zveçanit, në disa vende është intervenu, qoftë në rrugë, qoftë mirë po, nuk është bëha mjaftueshëm. Pra, pse ne duhet të votojmë? Ne mendojmë në aspektin ekonomik, thashë resurset metallurgjike të i funksionalizojmë. Mandej, sa i përket bujqësisë edhe anës kulturës dhe të sportit, ne mendojmë se në aspekt bujqësor të këne, ajo ana bujqësore, toka pjellore nuk ka. Por arsye se komuna, po flas pjellore për dreth, është fjala, komuna jonë është një pozicion geografik kodrinor malor, kështu që aty mund zhvillohet blektoria, pra kishim me investu shumë në blektori, në shpestari pashtu ka profite më investu, mandej ka, tha kolegu, edhe në resurset e turizmit, pa tjetër pejsazhet Mahnice, Çarç Bajgorës dhonë këtë mundësi, mandej kemi edhe tek vreshtat dhe pemtaria. Pra këtu mund të ketë zhvillim edhe hapësirë, mandej ka vetë natyra në ka dhuru dhe Zotin në pozicionin geografik qalës shumë bimë shëruse, qajna që mund të prodhohen, me 2 frigorifer, mini fabrik, kish me u kultivu. Mandej në aspektin e kulturës dhe të sportit, njifet pozicioni Mitrovicës përgjësia në veçanti ona jonë ku kemi pas sportist eminent, si që është njëri ndër boksert ikone, boksit Gjevdet Peci, ndjeri tashma. Kemi pas, sa i përket onës kulturës, të mos i përmenë se e di se dhe ju një orë mirë, po vetëm aktorin e fundit, prap të ndjerin Blerim Peci, cili ka qeni mrekullushëm. Do thotë, këtu duhet të investojme pa tjetër me ngulmë, se këtu e kemi burimin dhe forcen. Faleminderit, po kaloj të Zoti Mehmeti, 3 arsye shkurt pse duhet me ju votu me 12 tetor. Po qytetarët e Zojnë Potokut derisa nuk kanë pasur mundësi ta kenë një plan me të saktë dhe me të detajzuar se si do të qeveriset komuna e Zojnë Potokut për 4 vite të ardhshme, me plan programin e lëvizjes vetëvendosje, secili qytetari i komunës e Zojnë Potokut gjen veten në shtyllat e plan programit tonë, qoftë në bujqësi, në administratë publike, në infrastrukturë, apo diku tjetër. Për shembull vetëm të infrastruktura. Shumë shkurt, sepse i kemi kalu komplet minutazhin dhe nuk du me imbet borxh zotit. Për shembull të infrastruktura do ta bëjmë ndryshimin e tërë komunës së Zojnë Potokut, që është nevojë jetike dhe e domosdoshme të kryhet sa më parë. Faleminderit. Faleminderit. 3 arsye shkurt pse me ju votu me 12 tetor. Arsyeja e parë është se i kemi shliruar nga bandat. Arsyeja e dytë se kanë shërbimet, i kanë në qytetin e vetë, në komunën e vetë. Arsyeja e tretë është se kemi punuar. Faleminderit. Zoti Zeqiri, me juve po e përmbyll 3 arsye pse duhet me ju votu qytetarët e Zojnë Potokut me 12 tetor. Po, arsyet kanë të shumë të mirë, po janë ato, si shta, unë duhet edhe të, si shta kolegu im, qytetarët në qëtë vitin e fundit, sidomos, janë nihen ma lirë, jetojnë ma lirë, munën, që shme thonë, lëvizja është e lirë. Kretarën falë qeverisë Kurti. Po tash falë qeverisjes lokale, na po flasëm për qeverisje lokale. Edhe kanë ku anë ku. Qeveria në ndihmon ka një. Po, sigurisht. Është arsyeja, po, arsyeja dytë është se vërtet unë edhe kabineti im ka reflektuar shumë të qytetari që së paku nuk është refuzu për ndonjë kërkesë, në qoftë se është mujtë është realizu, po në qoftë se s'kemi mujtë, do të thonë trende e sipër, gatishmëria ka qenë për bjërgjinë për se të nevojë qytetarit. Arsyeja e katërt është se... 3 arsye, a i thamë 3. Po, s'djeta është Shkojme me 5. Faleminderit shumë për kohën dhe që keni arë sonte në RTK me nda planet dhe projektet e juaja
për komunat përkatëse ku garoni për kryetar, suksese në garën e juaj, kaq për këtë debat sonte, miqtë e mi, natën e mirë. Kandidatët